120 studiues janë bërë bashkë për të treguar se pavarësisht se si ndihen, ora biologjike tek njerëzit bën të sajen dhe tashmë shkenca që e dëshmon se pas të 50-tave burrat dhe gratë duhet të kujdesen shumë për shëndetin, duke nisur nga shmangja e duhanit, kolesteroli i tepërt dhe mbipesha, sepse e gjithë kjo përcakton sipas studimit vdekjen e tyre. 50 vjeçarët që nuk e pinë duhanin kanë presion normal të gjakut, nuk e kanë kolesterolin e lartë ose diabet dhe mbajnë një peshë trupore të shëndetshme, jo vetëm që jetojnë më gjatë, por janë të mbrojtur më gjatë edhe nga sëmundjet kardiovaskulare. Këtë e zbuluan shkencëtarët e Klinikës Universale e Hamburg e Pendorf së bashku me dhjetra studiues në mbar botën. Për studimin e tyre shkencëtarët vlerësuan të dhënat në më shumë se 2 milion njerëz nga 39 vende. Rezultatet u publikuan në numrin e fundit të revistës New England Journal of Medicine. 5 faktorët klasik të rrezikut, presioni i lartë i gjakut, pirja e duhanit, diabeti, nënpesha dhe mbipesha, obeziteti dhe nivelet e larta të kolesterolit, janë përgjegjës për rreth gjysmën e të gjitha sëmundjeve kardiovaskulare në mbar botën, thot Kristina Magnussen, autora kryesore dhe zëvendës drejtoresha e klinikës kardiologjike në UKE.